Përshëndetje. Mirë se erdhe. Ina, mirë se gjithë. Hello, Vivian. Në themi Si e? Lore. nuk të... Si e? Të indinjohet Selin dhe Lore më shumë se sa vetë Stelina, kjo do të thënë më duk e palluveritshme. Nëse ti e do me të vërtetë djalë, këtu ndahen dy gjëra. Unë e dua vërtet. Nëse ti e ndjen vërtet. Pyetja e vërtetë është, a do më ai? Ku ke ti, a do në më ai? Ishte bom përgjithësi së vërtetës. Veç me punë bareve, duket goxha jaft. Kush? Kensi. Seli? Ka dhe njërës të është puthë bareve, rrugëve. Stelinën e ngacmojnë për mua, këtë tjetër nuk e respektojnë prej meje. Në moment që unë ndahem nga ty çfarë duhet, për çfarë më fytyr ti si ke fytyr më jo? Më thua ti mua më. Kam unë fytyr për çfarë? Po më që vjen apo bën këtë bisedë. Ora jam ndarë me ty më, çfarë do më shumë vëlla. Këtu ti erdhe dhurat ke unë, se deshe me bën këtë bisedë tu me mor famën ta, dash do më bën modet. Nuk arrit do ta shpjegoj se si është jetoj me të dy këtu brenda. Se janë lënduar shumë nga një dashuri një mujare. Je putëve Inën, e putësh këtë dhe më bë parëqif me Selinën. Je shumë qip, je version im, po je qip. Ky është trekëndësh vëlla, ja i Bermudës së këtyre. Më tha mua në studio, këtë surprizën e ketha për të kuptuar që ti je për gjithmonë. Ma ka thënë në studio këtë gjë, po kërcenim. Stelina, ti shaj që të raftuar dhe thoshte unë nuk duhet rri me Inën. Unë për të historinë e këtyre të treva u shokova. Kjo do me thënë asgjë. Telenovel komplet. Unë faqezi, po pak të njonën, po ti, me dy faqe të theza. Më rrimë. Ka një farë simpatie për Teina, tërheqje fizike më shumë, kurse për Stelinën e ka akoma më vend të kanë. Do më thonë ti e put me kë, ajo s'put me ata. Do të bëj viktimen, do të shkoj të çaj në cep, sa ato ditë bëj më mirë. Nuk i dori dot njerëzit që ishin dhe bëjnë si dikush tjetër, kur në fakt nuk janë ashtu. Ti edhe me mirë një vesh jashtë dhe nuk ma thot. Ma tha kur ja tha shumë. Ndje që u zo me mua, por rri me Krist. Duke fol vesh, këtë bënde si ku për puthë në ngush, për mba mu gjeloz. Unë dhe ti. Që në dalë të fundi kasha. Allah, janë dy goca, që derdhin lot për mua o plak. Vetë me prezent që duhet ndihesh e vetës time. Okej. Kisi nuk është as i martuar, nuk është as i fejuar me Selinën, kam pasur një muaj lidhje në një emision njohje. Kisi ka shkëmbyer një puthje me mua, ose Selina ka shkëmbyer puthje me një tjetër, unë s'frekam fare. Po ti nuk isha që i ndinjuar, më shumë u ndinju Selini me Lorenzo se ti. Dy njerëz që duan nuk presin të ritakohen në Big Brother për të vazhduar historinë e tyre të dashurisë. Nuk i takoj një personi pa moral, flasë për një temë kaq shenjtë si familja. Ik për çfarë e pa? Shketi me babën, po shketi. Pak të keq është djalë beqar. Çfarë është djalë tjetër? Djalë beqar. O e moralshme, ke hyrtin mes dhe ke për beqar, në maçi beqarësh. Unë kam shokese. Unë nuk kam pasur Okej, një lidhje. trajtoheni si të doni marrëdhënien tuaj. Kesi dhe thot, Stelina dhe Ina, dua njërën. Po më shoh vetëm mua. Më shof të dy edhe. Po që e bëj? Dhe me jo e si qatë ndodhë. Unë kesi nga nominimi. Nuk kam nevojë ta shpëtoj Kesi nga nominimi. Kesi duhet shpëtoj veten nga nominimi. Jo. Kjo gjëja i është bërë një drogë që se lë dot, as ai, as ato.